në një kohë kur zhurma mbulon të vërtetën dhe fjalët humbasin peshën e tyre. Të flasësh drejt është bërë akt guximi. Por ka ende zëra që nuk përkulen, zëra që nuk heshtin. Njëri prej tyre është Enver Robeli. Sot ne në Zërat e Iliridës nuk do të flasim si zakonisht në bisedë të gjatë, por kemi vetëm 3 pyetje për autorin dhe gazetarin. Pra fillojmë me pyetjen e parë. Çfarë duhet të bëjë diaspora shqiptare në shekullin e 21 për t'u lidhur më së miri me vendlindjen? Mendoj që në radhë parë duhet të ketë një lidhje sa më të madhe, sa më të thellë, sa më të ngushtë në aspektin kulturor, sepse çdo zhvillim kulturor i shqiptarëve në diasporë, i zhvillim kulturor në kuptimin e kultivimit të vlerave kombëtare, i bën shqiptarët edhe më të vetëdijshëm në kuptimin politik. Që në radhë parë mendoj që duhet të ketë një organizim shumë të mirë kulturor dhe të ketë aktivitete sa më të mëdha kulturore, të cilat shërbejnë si ura ndërlidhëse me vendlindjet, me viset shqiptare prej nga vim. Dhe këtu mendoj në radhë parë në letërsi, mendoj në festivalet të rëndësishme të muzikës, qoftë edhe popullore, qoftë edhe klasike, qoftë edhe të teatrove, të cilat do të mund të krijojnë një lidhje shumë të ngushtë me viset shqiptare. Pyetja e dytë. Duke parë aktualitetin politik në Maqedoninë e Veriut, nga perspektiva shqiptare të le shumë për të dëshiruar. Si e vlerësoni rolin e shqiptarëve pranë Maqedoninë e Veriut momentalisht? Që them të drejtën, kam një dobësi shumë të madhe për shqiptarët e Maqedonisë, për shkak të shumë miqve që kam atje, dhe kam qenë në Strug kur është zgjedhur kryetari i parë i Strugës nga popullsia shqiptare pas luftës së dytë botërore, domethënë ka qenë më njëherë pas marrëveshjes të Ohrit, nëse nuk gaboj 2002-2003. Dhe çdo zhvillim negativ ose çdo reduktim i drejtave të shqiptarëve në Maqedoni prek edhe personalisht, duke ditur që nacionalizmi i Maqedonas shumë gjëra që i ka ushtruar, gjëra negative dhe represion që ka ushtruar ndaj shqiptarëve në Maqedoni, pastaj i njëjti model është provuar edhe në Kosovë nga fundi viteve të 80-ta, fillim viteve 90-ta. Për shembull, kur shqiptarët në Maqedoni janë dëbuar nga shkollat e tyre, nga gjimnazet e tyre, një pjesë e tyre erdhën të mbarojnë shkollën e mesme në Kosovë, dhe 2-3 vite më vonë ndodhi e njëjta gjë edhe në Kosovë. Kështu që ka një ndjeshmëri shumë të madhe në Kosovë ndaj çdo zhvillimi negativ në Maqedoni. Mendoj që një problem shumë i madh për te nacionalizmit të ringjallur Maqedonas, një problem shumë i madh në Maqedoni është përçarja e trupit politik të shqiptarëve. Dhe shikimi i politikës ndoshta vetëm si mundësi ose si resurs për ose pasurim ose për krijim të favoreve të ndryshme. Dhe mendoj që shqiptarët në Maqedoni janë para një periudhe shumë sfiduese, me politikanë jo aq reprezentativ, për fat të keq, dhe me ndikime jo shpesh herë të mira si nga Tirana si nga Prishtina, dhe shpesh herë opinioni nuk është duke kuptuar se çfarë drejtimi negativ momentalisht është duke ecur Maqedonia me qeverinë e tanishme të drejtuar nga VMRO-ja, dhe sikur ka një mobilizim të nacionalizmit Maqedonas për t'u hakmarrë shqiptarëve për shkak të vitit 2001, atëherë kur pas kryenvitit së tyre megjithatë u arritën disa të drejta të cilat dorën në zemër do duhet ishin të vetkuptueshme sidomos pas pavarësimit të Maqedonisë. Maqedonia është në fund të shekullit 20 vendi i vetëm në Evropë që ka vrarë njerëz për shkak se vetëm ka kërkuar që të ketë një universitet shqiptar në këtë orë. Pyetja e tretë. Si e vlerësoni rolin e medias shqiptare në formimin e mendimit kritik? Dhe sa në të vërtetë ndikojnë gazetarët
nga publiciteti dhe marketingu. Si në çdo pjesë të botës edhe të Evropës, edhe në viset shqiptare ka një problem shumë të madh sa i përket ndërfarë mbijetesës së gazetarisë mirëfill. Dhe kemi më shumë një trend që gazetarët duan të jenë edhe protagonist politik. Dhe mendoj që kjo nuk përfuses me rolin e tyre, mund të jenë raportues, mund të jenë analizues të politikës, po nuk mund të jenë protagonist. Por problemi shumë i madh është që ka ndodhur një shkputje e lexuesve nga mediat dhe ekziston edhe një mungesë gatishmërie e lexuesve për të paguar për informacion dhe mendoj që kjo është keqkuptimi më i madh sa i përket gazetarisë, sepse asnjë lloj gazetarie e mirë serioze nuk mund të bëhet pa pasur gazetarët një bazë të rëndësishme financiare. Dhe këtu më kujtohet shpesh një gazetar italian që thoshte përveç penës për të shkruar, mjeti më i rëndësishëm i gazetarit janë këmbët për të ecur, për të zbuluar histori të reja, për të shtuar për histori të reja. Dhe kjo jo vetëm në vizet shqiptare, po sidomos në vizet shqiptare po mungon gjithnjë më shumë. Dhe prandaj ka dhe zhvillime negative, siç është komercializimi i çdo gjëje, polarizimi i çdo gjëje, një lloj huliganizmi digital që shitet si gazetari dhe kjo më shqetëson, siç i shqetëson shumë njerëz, sepse si thuhet, trego çfarë lexon, të tregoj çfarë je, dhe nëse lexoni gjëra të pavlera, natyrisht që edhe mendimet që i krijoni nga këto gjëra do të jenë të pavlera.